si fshat, si lokalitet, e kemi një histori të dhëmshme, qysh vitet 1920, ku në fshatin tonë është bërë një masakër e aty në vite, kem konë 13 shtëpi janë masakruar mbi 64 burra. Në vitet e 20-ta. Vitet e 20-ta, vitin 21. Edhe e kishim historinë, si u qojshim mëngjes, e kishim historinë tonë, si në lokalitet fshati vogël, e kishim historinë e masakrës së Serbit, dhe me zhvillimit e fundit vitet 90-ta, veç u po që Kosova duhet marrë hapa tjerë për shlirimin e vendit. Do me thonë, në fakt, ai mlefi ju ka mbledh qysh prej masakrës që është bo në 21-shin. E ka pas se cili banor joni, ka pas atë pasqyrë, si o qunë mëngjes, si ka le dielli, se është pak kudratit në është masakra, për çdo mëngjes se cili banor ka po masakrën e asoj kohë, dhe e ka di që shka vjen. Do me thonë që shpëthot të që atë masakrë e mbra krejt burrat e fshatit, apo? Kryesisht që thuhet, 13 shtëpi në konin mbra 64 burra. 64. O me të fshati veç në thmi. E qartë, po. Veç të thmi, për aty në 13 shtëpije, fshati o me të veç të thmi. Ka pas edhe thmi të vram, po fshati o me të veç të thmi, e kem pas një pasqyrë, sarë si nga qunë mëngjes, si ka lindili. Po që ju ka mbush, kështë me thonë.